Zonja dhe zotëri, mirë se vini në edicionin qendror në Blu Televizion. Do të njemi gjërësisht më tej. Do të ndalemi tek Vlora zyrtarisht në sezonin veror, ku mbrëmjes së shtunës ka çelur zyrtarisht sezonin turistik të 2026-s me evente festive dhe artistike. Në zemër të Lungomares, qytetarët dhe turistë kanë ndjekur koncertin festiv ku performuan artistë të njohur. Vlora ka çelur zyrtarisht sezonin turistik 2026 me evente festive dhe artistike, që kanë sjellë atmosferë të gjallë në qytetin bregdetar. Në zemër të Lungomares, mijëra qytetarë dhe turistë kanë ndjekur koncertin festiv, ku performuan artistë të njohur si Gjensila Myrtezaj, Bruno, Klajdi Aruni dhe Adelina Ismaili, duke krijuar një atmosferë festive që zgjati deri në orët e vona të mbrëmjes. Mbrëmja u shoqërua edhe me spektakël fishek zjarrës, ndërsa Lungomaria u kthye në epiqendrin e festës. Koncerti festiv i organizuar në kuadër të çeljes së sezonit turistik është ndjekur nga pushues vendas dhe të huaj, të cilët janë shprehur të impresionuar nga bukuritë që ofron Vlora, atmosfera festive dhe organizimi i aktiviteteve. Shumë mirë, Vlora çdo vit e bën mrekulli. Organizimi që ju duket? Shumë mirë, shumë mirë. Çfarë prisni nga Vlora në këtë sezon veror? Pasërtia ajo është kryesore. Pasërtia. Po normal, turizmi është i pari në Vlorë. Po pasërtia duhet të bëj. Se unë vlonjat jam, them. Sezoni veror sot në qytetin e Vlorës. Shumë bukur, do kënaqemi shumë. Me kë ke ardhur si po kalon? Do kënaqemi shumë, kemi ardhur me gocat, me shoqet. Po, me shoqet. Është shumë bukur, është një atmosferë shumë bukur. Si e pret sezoni veror që vit në Vlorë? Do ketë shumë turizëm, do jetë? Do ketë. Shpresoj të jetë më mirë se vitet e tjera. Edhe kjo është një rast i rrallë, ka një entuziazëm, ka një bukuri, ka një kënaqësi për njerëzit. Nuk e shkollaj për ta organizuar. Në fakt, shenjat janë deri tani, janë dhënë që do ketë përmirësim edhe shtime, kupton? Pjesëmarrje më të madhe, nuk diskutohet kjo. Edhe një gjë e mirë është që nuk e di nga vitet e tjera, si vjetë në Vlorë ka shenja që ka një parje turie më të madhe krahasim me vitet e tjera, në pikpamje të asaja që i kërkojnë njerëzit, të kuptoni? Se kërkojnë njerëzit, vinë për plazh, po nuk duan vetëm plazh. Duan e gjëra të tjera, se gjithë kjo është gjitha e ditë. Të marrë me mirëqësinë time, do kënaqemi shumë. Ne nuk i prisim që do vini këta këngëtarë. Këngëtari joti preferuar? Gjensila. Po. Po, më shumë turistë, se jo. Është janë Vlorë. Shumë zemër. Me vajzën dhe me mbesën. Gjitha gjërat e mira i pres. Shumë mirë, po kalojmë me aqën. Shumë i mirë, shumë bukur. Çfarë prisni nga sezoni veror? Çfarë presim? Të ketë atmosferë, të ketë turista sa më shumë. Edhe Vlora diçka ka ndryshuar. Për mirë. Kemi shpresë. Po, shumë më festive, domethënë. Jemi me shoqe. Shumë bukur. Çfarë prisni nga sezoni veror? Mendoj se do ketë shumë turista. Me çfarë shikoj, domethënë. Po, shumë. Aktivitetet festive do të vijojnë edhe gjatë ditës së diel, me evente të tjera artistike që pritet të tërheqin qytetarët dhe turistë.
duke konfirmuar edhe një herë Vlorën si një nga destinacionet më të preferuara të verës në Shqipëri. E pavarësisht kushteve jo shumë të favorshme të motit, sipas nënkryetares së Bashkisë së Vlorës Irena Toshkallari, aktivitetet në kuadër të çeljes së sezonit turistik të Vlorës vijojnë edhe në ditën e dytë të tyre duke sjellë atmosferë festive, ndërsa do të kulmojnë mbrëmjen e së dielës me koncert elektrizues. Aktivitetet në kuadër të çeljes së sezonit turistik në Vlorë kanë vijuar dhe në ditën e dytë duke sjellë atmosferë festive përgjatë zonës së Lungomares. Pavarësisht kushteve jo shumë të favorshme të motit, pjesëmarrja ka qenë e lartë, veçanërisht nga fëmijët, të cilët kanë sjellë energji dhe gjallëri përmes aktiviteteve të shumta artistike dhe sportive. Kërcime, muzikë, teatr kukullash, lojra dhe gara sportive kanë mbushur ambientet e Lungomares, ndërsa një nga momentet më të veçanta ka qenë gara e notit me pjesëmarrjen e fëmijëve të grupmoshave të ndryshme. Aktiviteti ka tërhequr vëmendjen pushuesve dhe qytetarëve duke krijuar një atmosferë festive në Bregdetin e Vlorës. Nënkryetaria e Bashkisë së Vlorës Irena Toshkallari u shpreh se pavarësisht motit, aktivitetet nuk kanë dalur dhe do të vijojnë edhe gjatë pasdites dhe mbrëmjes me evente të tjera artistike, ku pritet të kulmojnë me koncertin festiv. Sigurisht kjo tregon shpirtin sportist të fëmijëve, të cilët me ekipet e tyre kanë ardhur pavarësisht kushteve atmosferike, sapo përfunduam garën e notit me ekipin e Flamurtarit. Aktualisht janë duke u bërë njëkohësisht edhe ekipet e volejbollit, teatri kukullave njëkohësisht. Sigurisht që pavarësisht që bie shi, në pasdite do të vazhdojmë përsëri që të ketë aktivitete të tjera, ku do të ketë një kënd të dedikuar për fëmijë, vazhdon akoma panajiri i produkteve artizanale që do të fillojë prej orës 18:00 do të vazhdojë deri në mbrëmje për të kulmuar me koncertin e madh festiv, ku janë emra shumë të njohur, duke nisur prej Ronela Hajatit, Elgi Dodës dhe të përfunduar me Noizin. Ndërkohë, edhe drejtoresha e Qendrës Kulturore të Vlorës Angela Kaplani theksoi rëndësinë e organizimit të këtyre aktiviteteve në funksion të promovimit të turizmit dhe gjallërimit të jetës kulturore në qytet, sidomos në prag të sezonit veror. Jemi në ditën e dytë të sezonit turistik të çeljes së saj. Ne kemi ardhur sot me teatrin e kukullave për fëmijë së bashku me Akademisë së Ardens për një atmosferë sa më të madhe. Njëkohësisht jemi këtu dhe në orën 7, orën 19 të mbasdites me të tre institucionet në varësi të Bashkisë Kulturore. Jemi presin në orën 7. Një nga aktivitetet më të pëlqyera ka qenë gara e notit, ku morën pjesë 10 fëmijë të grupmoshave të ndryshme. Trajneri i ekipit të notit, Olgert Muço, u shpreh se noti është një sport që simbolizon Vlorën dhe traditën e qytetit bregdetar. Ai theksoi se aktualisht janë rreth 15 fëmijë pjesë e ekipit të Flamurtarit në disiplinën e notit. Patjetër dhe një falënderim i shkon Bashkisë për këtë mundësi që na krijoi. Dhe me këtë rast neve çelim sezonin e notit, që është një nga sportet më të bukura dhe më elitare të qytetit tonë. Mendojmë që këtë vit neve si klub kemi arritur disa rezultate mjaft të mira dhe pozitive në garat kombëtare që kemi marrë pjesë. Po ashtu synimi jonë është që në këto gara që vinë të kemi dhe mundësinë të sjellim dhe kampionin e këtij sezoni. Sa sportist ka Vlora sot në not? Aktualisht ne jemi të federuar me rreth 15 notar, nga të cilët duhet jenë 10 djemë dhe 5 vajza, ku kanë marrë pjesë për aktivitete kombëtare dhe madje do marrin pjesë tani në aktivitet në bar kombëtar që bëhet në Durrës. Noti, volejbolli, teatri kukullave, kërcime dhe muzika kanë shoqëruar kështu ditën e dytë të aktiviteteve në kuadër të çeljes së sezonit turistik në Vlorë, duke krijuar një atmosferë festive për qytetarët dhe vizitorët. Do të ndërojmë temën e zhvillimeve. Personat me aftësi të kufizuara detyrohen të paguajnë biletën e autobusit në të kundërt. Ata zbresin nga autobusi. Sipas Hysen Muhameta, i kreu të shoqatës së personave me aftësi të kufizuara, kjo është një situatë e përsëritur e cila ndodh vetëm në qytetin e Vlorës. Personat me aftësi të kufizuara, invalidët, para dhe tetraplegjikët, po detyrohen të paguajnë biletën e shërbimit të transportit publik urban. Në të kundërt, ata detyrohen të zbresin nga autobusi. Hysen Muhameti, kryetari i shoqatës së personave me aftësi të kufizuara në Vlorë, thotë se kjo është një situatë e përsëritur. Sipas Muhametit, Vlora është qyteti vetëm në rang vendi, ku prej nisjes së kësaj jave zbresin me forcë nga autobusi nëse nuk paguajnë biletën. Ka që ditën e njëjtë të javës së kaluar që personat me aftësi të kufizuar, si të themi para dhe tetraplegjik që kanë edhe të pamundur hypjen atje, po dikush mund të tentojë të hypi duke ndihmuar të tjerët, por personat invalid të punës, persona me aftësi të kufizuar janë zbritur nga autobusi. Më vjen keq që citojmë për disajtën herë këtë që ndodh vetëm në qytetin e Vlorës një gjë e tillë që të zbresë invalidët
nga autobusi, gjë e cila që në bazë ligjit të së drejtës tyre u takon që ata shërbimin urban dhe ndër qytetas ta kenë falas. Shërbimin urban në qytet falas dhe shërbimin ndër qytetas e kanë me 50% të vlerës dhe me vend të përcaktuar. Gjë e cila nuk ka ndodhur dhe nuk është pretenduar që të zbatohet ndonjëherë, kupton ti për kushtet të cilat jemi. Muhameti thot se i është drejtuar edhe Bashkisë së Vlorës, por nuk ka asnjë përgjigje deri më tani. Sipas Hysen Muhametit, që personat me aftësi të kufizuar të udhëtojnë falas është një drejtë ligjore e garantuar edhe nga Bashkimi Evropian, por në Vlorë operatori nuk e zbaton diçka të tillë. Ne nuk e dim, ne në vazhdimësi jemi drejtuar edhe Bashkisë Qytetit, edhe për rastin që kemi në fjalë që po flasim, dhe nuk kemi marrë përgjigje akoma, janë në bisedime aqar janë nuk e dim, por në bazë të një vendimit të Bashkisë Vlorë dhe të Këshillit Bashkiak për vitin 2024-2025, unë kam vendimin këtu përpara dhe di që operatorit privat i akordohet një shumë e madhe lekësh e cila është e përcaktuar në vendim 15.360.000 lekë. Do me thënë për çdo person që hypë në autobusin urban Vlorë, Skela po Vlorë i të ftohtë, për një person Bashkia në muaj paguan 16.000 lekë të vjetra. Kështu që dhe për 30% të numrit të përgjithshëm të invalidëve që ka presupozohet që ka qyteti. Gjë e cila që me 100% nuk arrihet të hypi një numër i madh i përcaktuar, sepse në pamundësi më thënë mundësive që kanë ata nuk lëvizin për ditë. Ne përderisa pushteti e ka detyrim ligjor për të zbatuar për personat me aftësi të kufizuar, invalidët në tërësi dhe ligji vazhdon të jetë ende në fuqi, nuk kanë të drejtë për ta shkelur. Operatori privat ku e ka gjetur gjithë të guxim, sepse nuk është hera e parë, e them me përgjegjshmëri, domethënë të plot, që të zbresësh një invalid nga autobusi nuk është zotësi e operatorit. Kjo tregon një diskriminim që u bëhet tyre dhe një, si të themun, të tregon njerëzit të pamëshirshëm në këtë drejtim. Duke zbritur një invalid nuk është zotësi e tij. Ti si operator privat në bazë licencës që ke marrë nga Bashkia Vlorë, ke dhe detyrimet ligjore të përcaktuara. Nëse Bashkia nuk ti zbaton detyrimet ligjore të japi fondin e përcaktuar, ti luftoj me Bashkinë, mos luftoj me personat me aftësi të kufizuar duke i zbritur. Është i vetmi qytet, po e citoj dhe e kam cituar dhe herë tjera, është i vetmi qytet në Shqipëri që zbret invalidët nga autobuset. Ose në të kundërt, personeli që autobuset kanë, të themi faturinat apo shoferët apo këta, duhet të jenë trajnuar për këtë punë orda. Dhe mua të më hypi me përgjegjshmëri të plot ai personi atje, se mba përgjegjshmëri në qoftë se unë aksidentohem aty të autobusi. Gjë e cila nuk ka ndodhur, sepse ata i kanë shtyrë dhe vazhdojnë të shtyjnë, vinë me lot në sy, kam thënë herë të tjera. Thirrja ime është që këta të mos vendosin dorë mbi invalidët e para. Në mënyrë institucionale të zgjidhin problemet e tyre. Invalidi e ka të drejtë të përcaktuar në ligj shërbimin që duhet t'i bëjë. Qoftë Bashkia, qoftë operatori privat. Vetëm 40 lekë kushton bileta autobusit për një person me aftësi të kufizuara, ndërkohë që ky person nga Bashkia e Vlorës ka të paguara 40 udhëtime falas. Në autobuset e Vlorës vetëm 25% e personave me aftësi të kufizuara e përdorin shërbimin publik të transportit urban. Tentuan të vrisnin me eksploziv një 57 vjeçar në Sarandë, shpallën në kërkim 2 autorët. Policia ka identifikuar kështu 2 autorët që tentuan të vrisnin me eksploziv Mirage Gjikolo në shkurt të këtij viti. Tentuan të vrisin me eksploziv një 57 vjeçar në muajin shkurt të këtij viti, ndërsa pas hetimeve intensive është zbardhur ngjarja dhe pashtu janë identifikuar dhe shpallur në kërkim 2 autorët e dyshuar. Si rezultati një pune intensive hetimore nga strukturat për hetimin e krimeve të rënda në drejtorinë vendore të Policisë së Vlorës, si dhe në Komisariatin e Policisë së Sarandës, në drejtimin e prokuroris pranë gjykatës së jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë, për zbardhjen e ngjarjes së ndodhur në datën 5 shkurt 2026 në vendin e quajtur Kryqëzimi i Urrës së Vrinës në Konispol,
Pas provave të grumbulluara dhe informacioneve të siguruara, u bë identifikimi si dhe shpallja në kërkime autorëve të dyshuar të kësaj ngjarjeje dhe konkretisht shtetasit me iniciale GT 39 vjeç dhe GB 39 vjeç të dy banues në Sarandë. Për këta shtetas, gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vrasja me paramendim kryer në bashkëpunim dhe mbetur në tentativë, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas kanë vendosur një sasi lëndë plasëse në automjetin që drejtohej nga një shtetas me inicialet MG 57 vjeç me qëllim vrasjen e tij. Strukturat e policisë vijojnë punën intensive për lokalizimin, kapjen si dhe vënien e tyre përpara përgjegjësisë ligjore. Ndërkohë, në bashkëpunim me prokurorin, vijon puna për dokumentimin e plot ligjor, identifikimin si dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Një podcast skenik ka rikthyer në Vlorë figurën e Tefta Tashko Koços, një prej artisteve më të mëdha dhe një prej zërave më të bukur të njohur në skenën shqiptare, përmes momenteve më të rëndësishme të jetës së saj. Në teatrin Petro Marko, çdo spektator u bë pjesë ndjeshme e jetës dhe trashëgimisë së artistes së madhe. Një podcast skenik ka rikthyer në Vlorë figurën e Tefta Tashko Koços, një prej artisteve më të mëdha dhe një prej zërave më të bukur që ka njohur skena shqiptare, përmes momenteve më të rëndësishme të jetës së saj. Në teatrin Petro Marko, në një sallë të mbushur me art të dashës, çdo spektator u bë pjesë e ndjeshme e jetës dhe trashëgimisë së artistes së madhe. Gazetarja e njohur Balina Bodinaku, përmes këtij podcastit të veçantë skenik, solli një rrëfim të ngrohtë të ndërthurur me muzikë live, duke përcjellë rrugëtimin e jashtëzakonshëm të Tefta Tashko Koços. Kur flasim për muzikën lirike qytetare shqiptare, emri i Tefta Tashko Koços është i pari që vjen në mendje. Dhe kjo jo vetëm për zërin e saj, që të marrin lasgush e shtyn dhe të thosh për herë, sa herë e dëgjonte duke kënduar. Ajo nuk këndon, ajo fluturon. Por mbi të gjitha, për të gjithë punën e madhe të saj, në gjurmimin, mbledhjen, ruajtjen, dokumentimin dhe popularizimin e muzikës tradicionale shqiptare. Tefta i kishte të gjitha. Ajo ishte e bukur, elegante, shumë e talentuar, e mirë shkolluar, cilësi që e bënin atë të vlerësuar, e i shtruan asaj rrugën drejt skenave prestigjioze të disa prej vendeve të zhvilluara të kohës. Por ajo, pasi shkeli ato rrugë, hapin vendosi ta ndaj këtu, në rrugët e pashtruara të Shqipërisë së saj të fillimit të shekullit e 20 dhe ju vu punës për të shtruar vetë ato. Unë ndjem siç vetëm në Vlorë mund të ndjesh, është një qytet i mrekullueshëm me njerëz që duan artin, kulturën, në njerë jam shumë e nderuar dhe shumë e lumtur që ndodhem në këtë qytet. Është në planet e mia, në fakt këtë vit një premier për një tjetër artist shumë të madh me shumë kontribute në artin dhe muzikën shqiptare, po dua ta mbaj surprizë. Që është? Okej. Mund t'ju a them, quhet Tonin Guraziu, është një artist i jashtëzakonshëm që shpresoj të ketë mundësinë ta sjellë edhe në Vlorë. I konceptuar si një udhëtim i ndjeshëm përmes momenteve më të rëndësishme të karrierës dhe jetës personale të saj, podcasti solli edhe një herë në vëmendje artisten e madhe, 79 vite pas ndarjes së saj nga jeta. Merë komplet një dimension tjetër, sepse siç dhe ju e dini që unë në Vlorë rikthehem gjithmonë me shumë dashuri, me mall kryesisht edhe me pasion për të dhënë maksimumin dhe për të dhënë nota sa më të bukura kësaj figure kaq të shquar dhe qytetit e Vlorës dhe për gjithë ardashësit e Vlorës. Si gjetë veten tek një Tefta Tashko Koço? Tefta Tashko Koço është vërtet një sfidë sepse është një personazh tepër i spikatur edhe i veçantë, por që u përpoqja që të afroj sa më afër zërin tim tek ai i Teftës, edhe kështu të gërshetohen zërat tanë edhe të bëjmë një omazh këngëtares së madhe. Me një kast artistësh si soprano Renisa Laçka, tenori Denis Skura dhe pianistja Merita Tërshana, publiku vlonjat përjetoi një mbrëmje omazhi, nostalgjie dhe emocioni artistik. Ka përfunduar Ubenia Open në edicionin e tij të 27, ku janë shpahur fituesit, ndërsa pjesëmarrës kanë qenë rreth 98 sportistë
nga vende të ndryshme. Vendin e parë i ka marrë sloveni Matias Luga, të dytin Migjen Shala nga Kosova, si dhe të tretin Fanol Shala, po nga Kosova. Përfundon Albania Open në Vlorë, në edicionin e tij të 27 janë shpallur fituesit, ndërsa pjesëmarrës kanë qenë rreth 98 sportistë nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. Me ceremoninë e zhvilluar mbrëmjen e të shtunës, Albania Open, që tashmë zhvillohet çdo vit në Vlorë, mbylli një tjetër edicion të suksesshëm. Aktiviteti solli një atmosferë fantastike me fluturimet mbi Vlorë pikërisht në ditët e çeljes së sezonit turistik. Ceremonia nisi me prezantimin e gjithë pjesëmarrësve, ndërsa për secilin vend u interpretua edhe himni përkatës. Më pas u vijua edhe me ndarjen e çmimeve për kategoritë e ndryshme pjesëmarrës në këtë aktivitet, nga junior tek femrat dhe kategoria master, si një aktivitet që tashmë është kthyer në traditë për qytetin e Vlorës. Albania Open u përshëndetet nga deputeti i Vlorës Piro Vëngu. Edicioni 27 me më shumë se 30 kompetitorë, 20 komsi prej 3 ditësh në Vlorë, dhe siç na e thanë dhe miqtë tanë francezë pak më parë, është padyshim highlighti, siç thanë ata, i verës. Dua këtu të falenderoj dhe të theksoj faktin që kur një skuadër e vogël me shumë këmbgulje si ajo që drejton Alketi arrin të frymëzoj, arrin të këmbguli në këtë mënyrë që të ketë një edicion të 27 dhe çdo vit të ketë një koordinim mbarkombëtar, sepse është e gjithë Kosova këtu me ne, dhe dua të falenderoj edhe zëvendësministren për pjesëmarrjen. Kjo tregon që vendi patjetër ka një të ardhme nga pikpamja sportive, dhe kur sporti ka një të ardhme, patjetër që edhe vendi ka një të ardhme, dhe nuk ka një kujtesë më të mirë se ky aktivitet sot, kur festojmë dhe ditën e Bashkimit Evropian, sepse është 9 maj dhe duhet patjetër që edhe këtë simbolik ta promovojmë. Në fund u ndanë edhe çmimet për fituesit e turneut të Albania Open në edicionin e tij të 27. Vendin e parë e fitoi Matias Luga nga Slovenia, ndërsa në vendin e dytë dhe të tretë u renditën vëllezërit nga Kosova, Fanol Shala dhe Migjen Shala. Nëse je shqiptar dhe fluturon, ka shumë gjasa që ti je nga Kosova. Nëse je nga Kosova, ka shumë gjasa që ta kesh mbi emrin Shala. Dhe nëse e ke mbi emrin Shala, në vendin e tretë del Fanol Shala. Welcome brother. Mirë se vjen, vlla. Sigurisht në këtë garë jem ka shumë i pregadet edhe krejt ditën kom besu që kom e dalë kampion fund, sepse kom pas qetësinë, koncentrimin, gjitha i kom pas vetëm fatin fund të mungaj dhe sigurisht që një do pinive të fitoj kësot është me merit, sepse 7 runda ti jesh vetëm me 5 cm, kjo do më thotë që së cilë prej neve janë nivel shumë të lartë. Albanian, he knows every bad words in Albania. He knows them all. But he is the winner. Dhe sot e ka treguar që ka qenë absolutisht fantastik, si një snajperist i jashtëzakonshëm me një qetësi për t'u patur zili. Ai ka shkuar dhe ka marrë 0-0 në raundin e fundit, në sekondat e fundit, ai ka qenë the winner. Në një atmosferë festive dhe plot emocione, Albania Open mbyll kështu një tjetër garë në Vlorë, tashmë në edicionin e saj të 27, duke regjistruar dhe një numër të lartë pjesëmarrësish nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. Në plazhin e ri është zhvilluar International Fashion Week Albania, cilësuar si java e modës, një prej aktiviteteve të modelingut më të rëndësishëm në vend, ku kanë sfiluar model dhe modele në garë për 3 vendet e para. Aktivitetet e pasdites dhe mbrëmjes të ditës së shtunë në kuadër të çeljes së sezonit veror kanë startuar në Vlorë me një sfilat mode. Në plazhin e ri është zhvilluar International Fashion Week, cilësuar si java e modës, është një prej aktiviteteve të modelingut më të rëndësishëm në vend, ku kanë sfiluar model dhe modele në garë për 3 vendet e para. Prej një jurie prestigjioze të përbërë prej disa prej Miss Shqipëria të viteve të mëparshme, modele profesioniste, prezantuese, stiliste, estetiste e të tjerë, janë vlerësuar performancat më të mira.
Fituesit të dal nga ky event do të kenë mundësinë për të sfiluar në skenat më prestigjioze botërore të modës si përfaqësuese të Shqipërisë. Jemi vërtet së ndenjë fal mundësive që na japin, sepse nëse dikush të zgjat dorën të shpërfaqesh edhe të tregosh talentin që ke, pasionin që mbart, artin që ke brenda teje, sigurisht që do të bëhesh ai që do të duar trokasin edhe do gëzosh, do frymëzosh, do jesh një shembull ose një model për dikë tjetër. Ju e zgjidhni vetë se në çfarë mënyrë ju frymëzon muzika apo si, por e sigurt është që të gjithëve ne na lën një shenjë të caktuar, një emocion të caktuar, një kujtim apo gjithçka tjetër. Dhe në fakt kjo skene International Fashion Week Albania ka shërbyer edhe si një lloj promotore talentesh që nuk vinë vetëm nga industria e modës, sepse në fund të fundit është një spektakël. Jo vetëm mod, jo vetëm sfilata, modelingu, por përgjatë eventit janë promovuar dhe artistë të rinj në këngë si dhe kërcim, duke kthyer këtë aktivitet në një fest. Mbrëmjen e së shtunës dhe shfaqur në ditën e parë në Kinema Vlora, filmi I Policë për jetë. Një realizim ky me regji të Aldo Markut dhe me kastin e aktorëve kryesor Nik Xhelilaj, Olsy Bylyku dhe Luana Vjollca. Publiku I shumt në numër ka ndjekur nga afër premierën e këtij filmi në ditën e tij të parë në Vlorë. Filmi do të vijojë të shfaqet falas për ardashësit po në Vlorë. Mbrëmjen e shtunës në 2 orare 18 dhe 20 është shfaqur në ditën e parë në Kinema Vlora filmi Policë për jetë. Një realizim ky me regji të Aldo Markut dhe në kastin e aktorëve kryesor Nik Xhelilaj, Olsy Bylyku dhe Luana Vjollca. Publiku ka qenë I shumt në numër, të cilët kanë ndjekur nga afër premierën e parë të këtij filmi. Angela Kaplani, drejtuese e Qendrës Kulturore Vlorë, shprehur se qendra që drejton është bërë pjesë aktiviteteve në kuadër të çeljes sezonit të herë me shfaqjen e një filmi. Kaplani sqaron se hyrja do të jetë falas mundësuar nga Bashkia Vlorë në kuadër të aktiviteteve për çeljen e sezonit turistik, teksa ka një ftesë dhe për publikun të jenë pjesë masivisht në premierat e radhës. Në kuadër të sezonit turistik, një ndër aktivitetet kryesore të këtij kalendari ishte edhe Kinema Vlora, që është premiera më e fundit e filmit Policë për jetë. Një film që për herë të parë vjet në qytetin e Vlorës me rastin e çeljes së sezonit turistik. Ky film do të jetë në kineman e qytetit për 3 ditë rresht, datë 9 dhe 11 në 2 orare, ora 18 dhe ora 20 në mbrëmje. Hyrja është e lirë, kështu që ju presim gjithëve në kinema. Regjizori Aldo Marku dhe aktori kryesor Nik Xhelilaj të mbritur në Vlorë për premierën e filmit Policë për jetë, flasin për premierën. Ata shprehen tepër të emocionuar që janë në Vlorë, në veçanti Xhelilaj, që është në vendin e tij të origjinës. Të dy zbulojnë më tepër e filmit, teksa thonë se pritshmëritë për pjesëmarrjen e lartë të publikut në ditët që do të shfaqet filmi janë të larta. Në Vlorë, në vendin e origjinës. Mirë, shumë gjithmonë në Vlorë. Premierën e filmit tuaj. Po, Policë për jetë. Çfarë ka, cilë qëllimi apo mesazhe që transporton ky film dhe ai që drejt më shumë se titulli. Ja ku është personi adapt, do të thotë stop korrupsionit. Shiko, filmi ka disa shtresa ndërthura, një ndër to për shembull është denoncimi që I bëhet një korrupsioni në nivele sociale dhe politike. Filmi nga ana tjetër është ndërthurja e miqësisë që vazhdon te linja e këtij filmi, që është akoma më e thellë midis dy personazheve të filmit, pra Maxit dhe Gjino. Edhe një lloj krize ekzistenciale deri diku e personazhit të Gjinos, I cili nuk din ku është më në këtë realitet që na përket gjithëve tashmë, pra a kemi bërë zgjedhjen e duhur një jetë, a ja vlen të rrihet më këtu, kështu që janë edhe këto. Kemi edhe sigurisht pjesëmarrjen e personazhit femër që është të lutur Luana Vjollca. Ai ka dhënë filmit një dinamik tjetër. Personazhi I saj është edhe me aftësi të arteve marciale. Kemi mbase për herë të parë në kineman shqiptare me stil edhe komedi edhe aksion, po edhe thua dy luftime. Kështu që ka marrë një lloj përgjegjësie filmi për treguar edhe nivel tjetër, le të themi. Çfarë simboli ka titulli? Policë për jetë, simboli I. Shiko, unë personalisht, nga forma si jam formuar në shkollë, për shembull, për kuriozitet, ne gjithmonë kemi qenë kundër këtyre. Kush është mesazhi, kush është asnjëherë, që të dali. Ajo është interpretuar nga vetë publiku, nuk publiku e merr. Po imponuam në simboli I titullit është që këta
ata nuk kanë, duan, s'duan, edhe kur nuk duan, nuk ndahen dot si bashkëpunim. Qoftë edhe për ata që kanë parë dhe njëshin, policë për kokë të dy personazh kryesorë. Po Presmara e Luanës e jep filmin një lezet tjetër, si themi ne këtu nga Lora. Ka më lezet. Çfarë ju bëri bashkë? Mustaqe. Mustaqe dhe Maqesiano ikën. Jo, ne të bëm bashkëpunim e parë, kur ke merr kënaqësi, kimia, energjia e mirë, skenari i mirë. Ke parë tham se s'bën të vazhdojë e dyta. Kështu që ne po mendojmë për treshin. Ndaj e ftojmë publikun e Vlorës, ata që s'vinë dot sot, vinë nesër dhe pas nesër, jemi 3 ditë këtu. Hapja është në kuadrin e hapjes sezonit, kështu që biletat janë falas. Merrni një shok, merrni një kushuri, një hall, një tezë, një gjaj dhe hajdeni në kinema. Policë për jetë do të shfaqet në datat 9, 10 dhe 11 maj në kinema Vlora në ambientet e Pallatit të Kulturës Labria në 2 orare 18 dhe 20, ndërsa hyrja në të treja ditët do të jetë totalisht falas. Drama dhe fest në Vlorë në finalen e play-outit në kategorinë e parë. Stadiumi në Vlorë u kthye në skenën e një përballje emocionuese me Sopotit dhe Luftëtarit, ku në fund festa ishte për ekipin nga Librazhdi. Sopoti siguroi ngritjen në kategorinë e parë pas një finale dramatike, duke triumfuar ndaj Luftëtarit vetëm pas goditjeve me penalti. Drama dhe fest në Vlorë në finalen e play-out të kategorisë së parë. Edhe pse sfida nuk ishte lidhje direkte me flamurtarin, stadiumi në Vlorë u kthye në skenën e një përballje emocionuese me Sopotit dhe Luftëtarit, ku në fund festa ishte për ekipin nga Librazhdi. Sopoti siguroi ngjitje në kategorinë e parë pas një finaleje dramatike, duke triumfuar ndaj Luftëtarit vetëm pas goditjeve të penaltive. Koha e rregullt dhe shtesa prej 120 minutash u mbyllën në barazimin 1-1 në një sfidë të luftuar deri në sekondat e fundit. Ndeshja nisi më mirë për Luftëtarin, që kaloi në avantazh që në minutën e 6. Pas një penalltie të akorduar në fillim të takimit, Diamanti u treguai sakt nga pika e bardhë, duke e dërguar topin në rrjetë e duke ndezur festën e tifozëve Gjirokastrit. Megjithatë, Sopoti nuk u dorëzua dhe vijoi të kërkonte golin e barazimit. Presioni i ekipit nga Librazhdi u shpërblye në minutën e 79, kur Jergavani realizoi golin që riktheu ekuilibrat e i dha shpresë skuadrës së tij. Pas barazimit, tensioni u rrit edhe më shumë në minutat shtesë me të dy ekipet që kërkuan golin vendimtar, por gjithçka u vendos nga ruletat e penaltive. Aty Sopoti u tregua më i saktë e më i qetë psikologjikisht, duke fituar finalen e duke siguruar një vend në kategorinë e parë për sezonin e ardhshëm. Në krahun tjetër, zhgënjimi i madh për Luftëtarin që nuk arriti të mbijetojë në kategori, edhe në sezonin e ardhshëm do të luajë në kategorinë e dytë. Në fund emocionet ishin të forta në stadiumin e Vlorës, me festën e madhe të futbollistëve dhe tifozëve të Sopotit, që vazhduan edhe pas vëshëllimës finale. Emocione, garë dhe triumf në Imar, ku triathloni solli në vijën e finishtit sportistët më të mirë të këtij edicioni. Emocione, garë dhe triumf në Imar, ku triathloni solli në vijën e finishtit sportistët më të mirë të këtij edicioni. Pasi sfide intensive mes notit, ciklizmit dhe vrapit në itinerarin 750 metër not, 21 km biciklet dhe 6 km vrap, solli në vijën e finishtit sportistët më të mirë të këtij edicioni. Në vendin e parë i riu nga Kosova dhe për kategorinë e femrave të reja, Debora Keci. Fituesit arritën të spikatnin për qëndrueshmërinë e tyre, forcën fizike dhe disiplinën sportive. Mes duar tërkitjeve dhe atmosferës festive, kampionët u vlerësuan me medalje dhe çmime, duke kthyer këtë aktivitet në një festë të vërtetë të sportit. Triatloni në Imar konfirmoi edhe një herë potencialin e Rivierës së Bregdetare për organizimin e eventeve sportive dhe standardeve të larta, si dhe pjesëmarrjes së gjerë. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.